Abdullahu i njohur ndryshe si El Feyyad. E quanin kështu sepse ishte i mirë, aq shumë i mirë, sa që mirësia e tij i rrithte me bollëk si vërshim. Prandaj e thirrnin El Feyyad. Ky Abdullahu ishte i biri i Xhaferit, të birit të Ebi Talibit. Pra ishte i biri i djalit të xhaxhait të Muhammedit a.s. Dhe njëherë duke ecur me njerëzit që i kishte rreth tij, pa një grua që kishte vetëm disa copë dhënë. Dhe i tha: "Ojnë, jemi shumë të etura, ka mundësi të na japësh pak qumësht." Dhe ajo u dha gjithë qumështin që e kishte. E atëherë Feyyadi e urdhroi shërbëtorin e tij. I tha: "Jepi diçka nga ajo që na ka dhënë neve Allahu." E ai shkoi dhe i dha 2 dirhem. Tha: "Çfarë bëre kështu?" Tha: "Jo 2 dirhem, jepja të gjithë qesen." Tha: "O zotria ime, po asaj i mjaftojnë 2 dirhem, janë boll për të 2 dirhem." Tha: "Ndoshta janë boll, por dëgjojeni këtë, një urtësi shumë e madhe." Tha: "Ne asaj i japim me masën tonë, jo me masën e asaj. Pra jo sa i mjaftojnë asaj, po aq sa na ngjan neve nga ajo që na ka dhënë Allahu fuqiplot." Të shtrenjtë xhamat, në Islam është një parim. Nëse ke 2 gjëra dhe do t'ja dhurojsh dikujt diçka, njërën prej tyre, duhet t'ja japësh çdo herë më të mirën. Është i njohur rrëfimi i një njeriu që atyre që ishin të varfër për çdo Ramazan ju shpërndante çokolada të ndryshme, nga firmat më të ndryshme, Bounty, Snickers, Mars, dhe kur e pa dikush u çudit. Po tha: "Duhet t'ju qosh miell, t'ju qosh rris." Tha: "Jo, ato mbase u çon dikush tjetër, po unë dua t'u çoj këto." Tha: "Pse?" "Sepse ta janë gjëja më e shishme që e dua unë dhe që dua ta ha pas iftari. E dua që edhe ata ta kenë të njëjtën. A nuk ka thonë, tha Zoti, len tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kulmin e mirësisë do të arrini kur do t'jepni nga ajo që e doni ju, që është e shtrenjtë për zemrat tuaja. Prandaj, atë që e kemi më të dashur për zemrën, atë t'ja japim atij që duam t'ja japim. Zoti na ruaj dhe na bëf që të arrijmë mirësinë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Tani vazhdojmë me faljen e namazit të Teravih.